Si çdo aksion tjetër, edhe ky e ka rëndësinë e vet. Ne në transfuzion organizojmë pothuajse për çdo ditë aksione të tilla, 2, 3 edhe kajherë edhe më shumë varësisht për kërkesave që na duhen neve. Ky aksion e ka rëndësinë e vet pasi që është një institucion, në këtë rast e kanë organizuar edhe me media, ku mediat e bojnë edhe punën e vet që jo në këtë rast, por edhe në shumë raste tjera na ndihmojnë shumë. Pasi që jo pak njerëz kanë dëshirë me dhuru gjak, por mund ta qesin harres për shkak të punëve të përditshme. Me të thonë drejtën, dita ditës, çdo ditë shtohen dhurus. Më e mira e kësaj është se rinia është vetëdijsu edhe kanë informacion shumë edhe vinë dhurojnë gjak. Në momente që një vullnetar vjen dhuron gjak, ai ka mundësi, për shembull mashkujt kanë mundësi me dhënë çdo 3 muaj, femrat kanë mundësi me dhënë çdo 4 muaj. Edhe është një kontingjent i trive, të cilët për një periudhë shumë gjatë mund me dhënë gjak shumë. Kur themi shumë, na në transfuzion shpesh herë e diskutojmë punën se a ke gjak, kur e marrim kujdestarin për njëri tjetër, a ke gjak, si të thëmë ka gjak për neve është e lehtë. Por kemi disa probleme. Në kohën e festave, pothuajse gjithë festojnë, ne rrim me frikë, pasi që në të shumtën e rasteve ka organizime gjatë orëve të vona të natës, koha është më e ftohtë, si shpeshin edhe kohët e fundit, që i parashini edhe i tregoni edhe ju, ka aksidente të mëdha. Ne nuk mundna me parashiku sa na duhet gjak. Për shembull, edhe pse mund me qenë një ditë kemi gjak, kemi mjaftueshëm, nuk mund me thonë që jemi të qetë, pasi që një aksident, një kerr, për shembull ose një vetur, mundet më bëj aksident edhe mundën me qenë 4-5 familjar në atë vetur, edhe problemi është që shumica e tyre kanë njëjtin grup gjakut. Menjëherë shfaqet mungesa e atij grupit gjakut. Shpeshherë neve na pyesin edhe mediat edhe ju na pyesin se cili grup është më i kërkuar ose cili grup mungon. Te na nuk ka grup që mungon. Te na është grupi që na kërkohet më shumë, ka edhe më shumë dhurues. Për shembull grupi 0 ka edhe dhurues më shumë, ka edhe kërkesa më shumë. Grupi AB negativ ka kërkesa më pak, po edhe dhurues ka më pak. Por në qoftë se në aksident mund me qëllu një grup i veçantë, atëherë kërkesat për atë grup janë më të mëdha. Punëtorja e privatizimit, që 17 vite, dhuroi gjak herë pas herë, çdo 3-4 muaj, për shkak të ndihmës nevojtarëve, i kisha lutur gjithë kupët me dhuru, sa më shumë, aq më mirë. Çdo 3 muaj, 4 muaj pa problem.